Ndëgjëre, vëllezër, çka thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah. Thot dhikru lil qalb, thot përmendja e Allahut për zemrën, mathalul ma'i lis-samak. Thot është sikur uji për peshkën. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ si do të jetë gjendja e një peshku kur e largon pejgamberin. E si do të jetë gjendja e besimtarit, i cili haran me përmend Zotin e tina. Ma shumë është i angazhuar me i përmend njerëzit. A ke mos ka fa filoni tha haloni. Ma shumë i angazhuar të mirët me njerëz se çka kanë bërë. Se sot ta përmend Allah subhanahu. E besimtari i drejtë i cili ka zemrën e lidhur me Allahun xhalla xhelaluhu, duhet vazhdimisht ta përmend Allahun xhalla xhelaluhu. E nuk do të shëm që me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat e besimtarëve. Ndëgjone çka ka thënë Allah subhanahu. Edhe për ata të cilët nuk e kuptojnë ajetin, po ndëgjon me vëmendje, apo qetësohet zemra kur me ndëgjon Kur'anin. Thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Walladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Subhanallah. Thot ata të cilët kanë besuar, e me të përmendurit Allahut, qetësohen zemrat e tyre. Nëse te përmend Allah, edhe qetësohet zemra, di që ki pjesë të Allahut. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thot Allah me të vërtet, me të përmendurit Allahut, qetësohen zemrat. Muslimanët do të përmend Allahun. Lagi gjuhën tonë, vazhdimisht, duke përmend Allahun subhanahu wa taala, qetësohet zemrën tonë. Sa Allah këtu nuk tha me pozit, qetësohet zemra. Sa Allah nuk tha me fond, qetësohet zemra me pasuri. Po tha duke e përmend Allahun, qetësohet